Ja se çfarë i ndodh kockave, diabetit dhe zemrës nëse hani 6 kumbulla të thata çdo ditë gjatë dimrit. Kumullat e thata, që ndryshe quhen edhe hoshaf, janë një element magjik i dietës suaj. Nëse hani vetëm 6 kokra çdo ditë, trupi juaj do të marrë një sër elementesh të lartë ushqyes. Efektet e saj në organizëm janë fantastike, pasi që janë plot me lëndë ushqyese të shëndetshme, të cilat trupi ka shumë nevojë. Në 100 gram kumbulla të thata ose rreth 6 kokra të tilla, do të gjeni 732 mg kalium. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky makroelement është thelbësor për trupin ton pasi e ndihmon në funksionet si duhet, si dhe parandalon një sër komplikacionesh. Ulë rrezikun për goditje në tru, i mban kockat më të shëndetshme, ndihmon në rritjen e shëndetit të muskujve madje edhe promovon funksionet e duhura nervore. Rekomandohet të merrni të paktën 4700 mg kalium çdo ditë. Po ashtu janë shumë më të mira edhe për gjakun pasi mungesa e kurit mund të shkaktojë anemi dhe ato janë gjithashtu të pasura edhe me minerale. Një tjetër veti e mirë e tyre është se kanë fibra që ndihmojnë me tretjen. Për shembull, një filxhan me kumbulla të thata përmban 12 gram fibër të tretshme. Për më tepër ata përmbajnë sorbitol, një laksativ natyral që ndihmon për të stimuluar lëvizjen e zorrve. Ju mund të ndihmoni për të urinuar më shpesh nëse keni nevojë edhe të lehtësoni problemet e fshikëzës urinare. Nëse doni të humbisni në peshë në mënyrë të shëndetshme, kumullat e thata do ju shërbejnë shumë. Falë fibrave që ato kanë, ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur nëse hani 6 prej tyre në ditë. Përveç se ju japin shtesa të vitaminës A, C, K, B6, kumullat e thata ju ndihmojnë edhe për uljen e presionit të gjakut. Pra 6 kumulla të thata në ditë ofrojnë shumë përfitime për organizmin tuaj. Kumullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shumë sa duhet në dietën tuaj. Ka disa arsye pse duhet të i shtoni më shumë në dietën tuaj. Kumbullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumbullat të freskëta ose të thata ndihmojnë në përthithjen më të mirë të hekurit në trup për shkak se janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0,6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i këtij fruti. Kumbullat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të sheqerit. Kumbullat kanë indekse të ulta glicemike që do të thotë se mund të ndihmojnë në kontrollin e luhatjeve të sheqerit dhe zvogëlojnë rrezikun për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Bëhet gjithmonë brenda konsumit të tyre të rregullt. Ato ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës. Nëse konsumoni të paktën 5 kumbulla në ditë do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidant që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ullumtimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin, quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës. Kumbullat lehtësojnë kapsullën dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit. Janë të mbushur me fibër dietike, sorbitol dhe histain. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme në përshpejtimin e tretjes. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumbulla gjatë gjithë vitit është të t'i zhysni ato në ujë të zjerë, t'i lini të ftohen dhe më pas t'i ngrini, ose t'i përdorni në formën e kompostos. Kumbullat janë të mira për shëndetin tuaj të kockave. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe grash në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram ullë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D.
Grupi që konsumoi kumullat të thata kishte dëndësime të lartë të kockave në shpinë dhe në para krah. Përmirëson shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë në kumullat ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular, lidhur kështu edhe me pikat e verdha, çrregullime shëndetësore, gjithashtu edhe problemet e zakonshme që prekin të moshuarit. Ato mbrojnë gjithashtu edhe kundër problemit të dëmtimit të qelizave. Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira, të dëmshme për shëndetin dhe gjithashtu mund të shkaktojnë komplikacione. Kumullat janë të ulta në kalori. Një kumull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe shumë i mirë për të mbajtur në dietën tuaj. Ato janë të mira kundër problemeve të gjirit. Ekstraktet e kumullës gjithashtu do të largojnë qelizat të dëmshme të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme të tyre nuk do të dëmtohen. Kumullat njihen si multivitamina natyrale, shumë prej të cilave do të ofrojnë përfitime të larta ushqyese për mbrojtjen e organizmit. Përfshirja e kumbullave në dietën tuaj do të jetë një aleat i shtuar për mbrojtjen e shëndetit. Konsumi i tyre brenda normës lejuar dhe pa i tepruar do të ofrojnë minerale dhe vitamina shumë të duhura për mbrojtjen e organizmit. Kumullat janë jashtëzakonisht të dobishme për shëndetin, dhe kjo për disa arsye mjaft të vlefshme. Ato mund të konsumohen rregullisht në dietën tuaj dhe si të tilla duhet të bëhen gjithmonë brenda normës së lejuar. Përfshirja e kumullave në organizmin tuaj do të ndikojë pozitivisht në cilësinë e jetës suaj. Duke ngrënë 5 deri në 8 kumulla në ditë, do të keni nivele më të mira të kolesterolit në gjak, i cili do të bjerë ndjeshëm. Gjithashtu edhe kocka do ju ndihmojnë të ndjeheni më të fortë. Kumullat janë të pasura me lëndë ushqyese që janë kyçe për shëndetin e kockave, si vitamina K, magnezi dhe kaliumi. Kumullat janë gjithashtu të larta në fibra, me një sër vetish mesatare prej 100 gram kumullat do të ofrojnë 2 gram fibra. Kjo fibër jo vetëm që ndihmon në rregullimin e tretjes, por parandalon edhe kapsllëkun, por gjithashtu luan një rol kyç në reduktimin e problemeve të diabetit të tipit 2. Indeksi ulët glicemik i kumbullave do të thotë se ato ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga insulina, rezistenca ose jo e trupit për zhvillimin e diabetit. Përveç kësaj, kumullat janë të pasura me vitamina dhe minerale, ndryshime që mbështesin shëndetin e përgjithshëm. Vitamina C, kompleksi vitaminave B, vitamina K, kalium, magnez, hekur dhe kalcium janë vetëm disa nga lëndët ushqyese të pranishme të kumullat. Këto lëndë ushqyese janë të rëndësishme për funksionet të duhura të sistemit imun, shëndetin e lëkurës, të kockave dhe të muskujve. Kumullat e thata nga ana tjetër përmbajnë një përqindje të lartë të fibrave dhe sorbitolit, gjë që i bën ato laksative natyrale efektive. Studimet kanë treguar se konsumi i kumullave të thata mund të përmirësojë dëndësinë kockore, gjë që është e rëndësishme në parandalimin e osteoporozës, ruajtjen e shëndetit të kockave, gjithashtu edhe në pleqëri. Përfshirja e kumullave në dietën tuaj do të nxjisë përmirësimin e elementëve shërues të organizmit. Kur përmendim kumulla, mund të shkojë mendja tek përfitimi i vlerave të tyre. Zakonisht harrojmë se sa të dobishme mund të jenë ato për mbrojtjen e shëndetit. Kumullat prej ardhjen e kanë nga prunus, gjinia e të cilës i përkasin edhe frutat e tjera si pjeshka, kajsia, nektarina, vishnja dhe qershit. Prunus është një emër latin dhe besohet se prej ardhjen e ka prej detit kaspik. Kumullat kultivohen gjithashtu edhe në vendin tonë. Përbërësit e tyre të dobishëm për organizmin do të ofrojnë shumë vlera të qëndrueshme. Kumullat përmbajnë pak kalori, kështu që është shumë e përshtatshme si ushqim dietik për pastrimin e organizmit, por përmban edhe më shumë elementë të dobishëm të substancave ushqyese si beta-karoten, fibra bimore, yndyrna bimore, vitaminën B, C, E, K, hekur, vaj eterik, kalium, kalcium, magnez dhe elementë të tjerë ushqyes. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të nxjisë edhe një promovim më të mirë të tretjes, të shëndetit të nyjeve dhe gjithashtu edhe parandalimit të komplikacioneve që keni ndërto. Përfshirja e tyre duhet të bëhet gjithmonë brenda normës për të evituar komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.